Mirëmbrëma, do të flasim sot për një temë të rëndësishme. E kam bërë në 2016 në intervistën e parë me zotin Guy Lawson, është gazetar investigativ i New York Times, i Rolling Stones, është skenarist dhe autor librit, nga autori i librit Armët e Çunat, më pas u bë skenari i filmit të famshëm të Hollywoodit. Është një njeri i cili bëri shumë buj me intervistën e tij atëherë, ndërsa gërmoi tek gërdeci dhe i janë rikthyer përsëri kësaj interviste media shqiptare. Ne folëm bashkë ndërsa Fatmir Mediu, ish ministri i mbrojtjes së gërdecit, shkoi në SPAK dhe ai tha, mbase nuk kam çfarë të them, nuk mjafton që ai shkoi në SPAK. Pak ditë më vonë, mbasi Shkërzem Berisha u thyrë në SPAK, Guy më kërkoi që ta bënim këtë intervistë sepse mbase tani ka diçka për të thënë. Mirëmbrëma. Hi Guy. Hey, how are you? Mirë, faleminderit. Do flasim në shqip atëherë apo në anglisht, Guy? I think you'll get Mendoje more. do të merrni më shumë nga unë në anglisht se sa në shqip. Në shqip ndoshta vetë Shqipërinë mund të porosisë. Megjithatë, historia, lidhja juaj me Shqipërinë ju ka bërë të mësoni jo pak fjalë shqip. Well, I love Albania. I was there when the Kosovo War. Po unë e dashuroj Shqipërinë. Kam qenë atje gjatë luftës së Kosovës dhe kam vazhduar të ruaj një interes për vendin tuaj. Teksa po përpiqem të kaloj në një nivel të ri, duke u bërë një vend më evropian. Më kujtojnë ditët e katastrofës së ndrimit të sistemit dhe ato vitet e tmerrshme të pas 90-s. Ndaj kam vërtet dobësi për Shqipërinë. Spot for Albania. That is much is true. Ndërkohë kanë kaluar 6 vjet nga intervista jone e parë, do doja një foto, vetëm për të kujtuar që në vitin 2016 ne bëm një intervistë bashk. Unë edhe bluzën e kam njësoj si atëre, pak gjëra kanë ndryshuar në fakt nga koha kur ju thatë që kjo çështje mund të hapet një ditë nëse do Edi Rama, keni thënë atë kohë. Ishte 3 vjet mbasi Rama mori pushtetin. Yes, correct. And I felt like because I'd had conversations. Po e vërtet, për shkak se kisha biseduar me dikën në partinë e Edi Ramës në New York, kisha ndjesinë se kjo gjë do ndodhte. Jo vetëm kaq, por edhe se padrejtësia ishte aq e madhe dhe e di që ka pasur një efekt të tmerrshëm te shqiptarët, të kuptonin se ishin të pambrojtur, ndërsa diçka kaq e tmerrshme mund të ndodhte njerëzve krejtësisht të pafajshëm. Ndaj nuk mendoja që kjo çështje thjesht do të varrosej dhe harrohej. Nuk mund të varrosej përgjithmonë. Kto ngjarje një ditë nxjerrin kokën nga e kaluara dhe e vërteta një ditë del. Betem shumë interesuar të zbuloj se cila ishte ajo e vërtetë dhe çfarë drejtimi do të marrë gjykimi pa ndikimin e frikës apo politikës. Mendoj se banorët e Gërdecit e meritojnë këtë, por jo vetëm ata. Edhe sistemi politik shqiptar ka nevojë për treguar të vërtetën e Gërdecit. Nëse Shqipëria do bëhet vërtet ndonjëherë pjesë e Bashkimit Evropian dhe të zërë vendin e saj në bashkësinë e kombeve të qytetëruara. Community of Nations. Ju interesoheni për të vërtetën që do të nxjerrë gjyqësori në Shqipëri, sepse ju vetë e dini të vërtetën. Well, I know the accusations. I don't have investigative power like the SPAC, I guess it's pronounced. Po unë i di akuzat. Unë nuk kam fuqi hetimore si SPAC. Nuk kam mundësi të detyroj njerëzit të vinë dhe të përgjigjen pyetjeve të mia. Por unë pyetjet e mia i kam bërë në librin tim, Armët dhe Çunat, që siç e dini është bërë film, pjesë e historisë. Ishte eksportimi i municioneve AK-47, por kishte edhe më shumë gjëra tjera që ndodhen në Gërdec, duke përfshirë municionet e kalibrit të madh. Personat përgjegjës të atij projekti po përdorin fëmijë dhe gra për të çmilitarizuar ose për të shpëtuar materiale të tjera të çmuar që kishin municione. Unë jam gazetar investigues, por jo gjykatës siç është SPAK, dhe nuk kam akses të intervistoj njerëz që e dinë të vërtetën në Shqipëri. Mund të themi se, edhe pse hetimi i SPAK ka vonuar prej kohësh, jam shumë i kënaqur që po vazhdon. Kështu që un kam një interes të vazhdueshëm për çështjen e Gërdecit si gazetar, por edhe si njeri, dhe si dikush që i uron më të mirën kombit dhe popullit shqiptar. Më duket se ky lloj niveli i padrejtësisë të paadresuar, me të vërtetë infekton pjesën tjetër të klasës politike në vend. Ju e mësuat, besoj, që Fatmir Mediu u rithirë në SPAK. Atë ditë ju nuk patët ndonjë surprizë, kur ne komunikuam në email, nuk shprehet në një habi, ju duk fare nuk patët në një reagim, apo jo? No, not at all. No, I wasn't surprised. I mean, Jo as pak, nuk u habita fare. Dua të them, ju duhet kujtoni kohën kur dodhi Gërdeci. Shqipëria po përpiqej të bëjë pjesë e NATO-s. Në atë kohë dhe rruga që politika vendase po ndiqte ishte kaq e palishme dhe qesharake.
Siç mund ta di kushdo që ka qenë atë kohë në Shqipëri. Atje kishte një stok të madh armësh të dekadave të mëparshme, trashëguar nga komunizmi dhe politikanët e post-90-s. Po tregoshin kaq të pamatur duke u përpjekur të përfitonin nga gjithë ajo pasuri. Kjo është pyetja e madhe që SPAC duhet të jetojë. Kush janë njerëzit që përfituan? Ju e dini që kjo sjellje e tyre është jo etike për të bërë anëtare e NATO-s. Ka kaq shumë ironi në këtë histori, sepse Shtetet e Bashkuara kishin vërtet nevojë për ato municione në Afganistan. Dhe kjo gjë po funksiononte. Por më pas qeveria e Shteteve të Bashkuara ja mohoi vetes këto municione jetike, në një kohë jetike për botë. Ndoshta për arsye qesharake, sepse municionet nga Shqipëria ishin kineze. Por këto arsye qesharake nuk e bëjnë çështjen e gërdecit më pak serioze. Çështja e gërdecit është shumë serioze, për sa i përket zotit Mediu. Unë e di se ai ka qenë një mjeshtër në të shkuarën për të insinuar lidhjet e tij me politikanë amerikanë. Kam parasysh mbledhjet e lutjes së mëngjesit, ku ai shkon çdo vit dhe madje di që këto ditë ishte në median shqiptare, duke shtrënguar dorën me kryetarin e dhomës së përfaqësuesve në Amerikë. Nuk di të them për çfarë kuptimi ka ajo foto. Nuk mendoj se ka ndonjë kuptim dhe kjo nuk duhet ketë asnjë lloj kuptimi për SPAC. E vërteta se qeveria amerikane ka ndaluar hyrjen Shtetet e Bashkuara të ish kryeministit Berisha dhe familjes së tij të afërt, ku bën pjesë edhe djali i tij, sepse ata janë cilësuar nga sekretari i shtetit si persona të korruptuar. Kjo është një akuzë shumë serioze dhe ne vetëm mund të nënkuptojmë se çfarë do të thotë kjo, pasi ata kurrë nuk na kanë thënë pse e vërtet. Por nuk duhet të jesh matematikan apo gjeni për të menduar se kjo lidhet me atë çfarë ndodhi në Gërdec. Unë e di nga takimet me zyrtar të ndryshëm shumë të lartë të ambasadës amerikane në Shqipëri në atë kohë, se ata ishin ndjenitë asaj që po ndodhte me demontimin e municioneve. Po ashtu njerëzit e Kombeve të Bashkuara ishin ndjenitë asaj çfarë po ndodhte. Pra nuk ishte sekret. Fakti që u ndryth për kaq gjatë është vërtet një tragjedi për familjet që kanë vuajtur. Jam i lumtur të shoh që familja e një prej viktimave ka qenë shkaku i këtij hetimi nga SPAC-u. Në SPAC e ka quar Zamira, nëna e fëmijës 7 vjeç, Erit, gruaja që nuk u dorëzua asnjëherë. E jashtëzakonshme. Mendoj se kjo është diçka e bukur. Ajo grua, unë e kam intervistuar disa herë, por kam qarë, jo vetëm herët kur shkova në shtëpinë e saj, por sidomos herën kur ajo për herë të 100 mori përgjigje negative nga drejtësia dhe qëlloi me grusht xhamat e gjykatës. Por nuk u tërroq asnjëherë. Unë kam fëmijë vet dhe është shumë e vështirë të imagjinosh dhimbjen e një nëne. Është thjesht e tmerrshme ta mendosh dhe kjo është një nga arsyet pse interesi im mbetet për këtë çështje, sepse është një histori njerëzore. Nuk është thjesht një histori politike apo juridike. Është një histori njerëzore. Një fëmijë 7 vjeç ka humbur përgjithmonë për shkak të këtyre idiotëve kriminal. Dhe ndaj mendoj se drejtësia duhet vendoset. Nuk e di se kur, nuk e di se si. Nuk e di se ku do të shkoj apo kush do të mbaj përgjegjësi, por di se janë nëna të tilla, si nëna e fëmijës 7 vjeç vrarë në Gërdec, që mund të ndryshojë Shqipërinë dhe botën. Ndërkohë, lajmi tjetër dhe hera e parë, praktikisht, ishte kur Shkërzen Berisha, djali i Sali Berishës, u thirr në SPAC. Në këtë moment edhe ju me njerë u bët i interesuar, ju duk një lajm për drejtësinë shqiptare? I saw that in the news. Po ashtu më duk, e pash të në lajme. Siç e mbani mend, Berisha Junior më pa diti në Shtetet e Bashkuara, duke pretenduar se unë thash gjëra që ishin shpifse për të. Por ajo çështje u pushua. Gjykata gjetën se kishte 0 shanse që Berisha Junior të mund të kishte suksese në gjyq dhe kjo u apelua nga avokatët e tij deri në Gjykatën Supreme të Shteteve të Bashkuara dhe u hodh poshtë 8-1 ose 7-2 ndoshta, nuk më kujtohet. Por çështja ishte se Berisha Junior, pra Shkëlzeni, po onte se nuk ishte personazh publik, ndaj nuk duhet të prekej imazhin e tij si një person privat. Atëherë botuesi një bëri një sondazh me shqiptarët sa njerëz e dinin emrin e tij. Doli se ishte 100%. Në Amerikë ka një ligj që nëse je personazh publik, kur ngren akuza duhet vërtetosh që gazetari e dinte ose me keqdashje nuk donte dinte të vërtetën dhe megjithatë e publikoi. Kjo për mua ishte një akuzë qesharake, sepse libri Armët dhe Çunat nuk ka thënë asgjë më shumë se sa është thënë më specifik dhe akuza të preta në media të tjera. Unë kam raportuar për biseda shumë specifike që dyshohet se ka ndodhur. Berisha Junior pohoi se nuk i ka bërë. E po unë shpresoj që SPAC-u do t'i trajtojë këto çështje dhe e di që për t'i shkuar vërtet deri në fund do të ketë nevojë për shumë dëshmitar. Përfshiri shefin e shtabit përgjithshëm, zotin Luan Hoxha, i cili u arratis në Shtetet e Bashkuara në kohën e shpërthimit në Gërdec dhe tani jeton në Bronx. Do të doja shumë të dëgjoja se çfarë ka për të thënë. Ju e keni takuar Luan Hoxhën? Foli ndonjëherë ai për ju? I did not, but I have reporting on the Jo, nuk jam takuar, por kam raporte për takimin që ai pati me zyrtar të lartë në Tiranë, duke thënë se ai kishte frikë për jetën e tij, dhe se si shqetësimet e tij u morën seriozisht sa qeveria amerikane,
Nuk ka rëndësi për çfarë arsye, pasi nuk e treguan kurrë. E nxori Luan Hoxhën nga Shqipëria. Ky fakt flet shumë për pamëshirën e njerëzve që u përfshin në tragjedinë e Gërdecit, dhe gjithashtu për mënyrën se si qeveria amerikane nuk ka bërë realisht adresimin e duhur të këtyre çështjeve dhe kontekstin shqiptar. Shtetet e Bashkuara vërtet kanë fuqinë për ta bërë shoqërinë shqiptare të ketë besim ndaj drejtësisë, dhe vetëm kështu mund ta bëjnë. Në vend që t'i groposin këto gjëra, duhet i nxjerrin ato në sipërfaqe dhe ta trajtojnë popullin shqiptar me respekt. Mendoj se ky do të ishte një shërbim shumë më i mirë se sa të bëjnë foto me një person i cili sapo është trajtuar si politikan i korruptuar nga investiguesit shqiptar. Dhe pas 3 ditësh shfaqet në Washington, duke shtrënguar duart me dikë që duhet të jetë më i informuar para se të pranojë të jap dorën dikujt që duhet të jap llogari. A mendoni që ka lidhje shpallja e Berishës në ngrata me Gërdecin? I do. Po, unë mendoj se njerëzit në ambasadë kishin ndjeni se po ndodhte një korrupsion groteks me municionet. Jo vetëm me AEU, por në përgjithësi. Nuk mund të themi për kalkulimet politike për mos t'i thënë popullit shqiptar drejtsinë e zbulimit se çfarë ndodhi vërtet dhe në vend të kësaj duke zgjedhur idenë e interesit amerikan, që la vdekjen e atij djali 7 vjeçar në prapaskem. Nuk e kuptoj dhe nuk pretendoj të mendoj se është e moralshme apo e detyruar. Mendimi im është që Shqipëria, si një vend i ri, po zhvillon realisht sistemet e saj politike, shtypin e të tjera institucione në 2 dekadat e fundit, dhe përpjekjet e reja duhen ushqyer e kujdesur dhe nuk duhen trajtuar si një tjetër gurshau në tavolinën e lojës. Më duket sikur populli shqiptar nuk i është bërë shërbimi siç duhet, vetëm duke ndaluar Berishën të shkojë në SBA, por nga ana tjetër duke mos e përballur realisht me problemin. Dua të theksoj se ky është opinioni im. Por është opinioni i njeriu që ka shumë njohuri për faktet, dhe kjo është e rëndësishme, prandaj duam ta bëjmë këtë intervistë me ju. Well, I did spend years investigating this and a lifetime as a Kam 10 vjet që investigoj për këtë ngjarje dhe kam një jetë të tërë si gazetar dhe si avokat. Nuk mbaj mëri, nuk jam kundër asnjë force politike në Shqipëri dhe nuk kam asgjë tjetër përveç shqetësimit për shoqërinë civile shqiptare. Shqetësim për ato familje të përfshira dhe më pas shqetësimi që sistemi gjyqësor të bëhet i qëndrueshëm dhe të ketë integritet real. Sepse kjo është një çështje e cila u gjykua në Amerikë. Keq apo mirë, ata njerëz që u përfshin morën gjykimin. Në Shqipëri asgjë. Në Shqipëri nuk ndodhi asgjë. Ky është turpi. Yeah, I agree and even the people that were held to account as you say, it was Po, jam dakord me ty. Madje edhe njerëzit që u dënuan në Shqipëri, u dënuan për gjëra qesharake. Nuk u dënuan për thelbin e vërtetë asaj që po ndodhte. Nuk ka një gjë të tillë si sistemi i përsosur i drejtësisë, me aq sa di unë gjatë jetës sime duke punuar për histori të ndryshme. Por në këtë rast ajo që ndodhi ishte se të gjithë këta tash quajtur të rritur, politikanë, zyrtar, ushtria, Pentagoni, Departamenti i Drejtësisë, Departamenti i Shtetit të Shteteve të Bashkuara dhe duke përfshirë strukturat politike shqiptare, të gjithë dolën paq me pothuajse asgjë, asnjë akuzë. E dini kur dritat u ndezën dhe të gjithë fëmijët u larguan aty. Aty qëndruan 3 fëmijë dhe kështu ata u ndëshkuan. Di me siguri që libri im dhe historia rreth kësaj çështje ndryshoi mënyrën se si Pentagoni nisi të operojë për sa i përket blerjes së armëve dhe pasjen e sistemeve më të mira. Por nuk jam i sigurt që Shqipëria kishte nxjerrë vërtet mësimet e duhura nga kjo. Nuk jam i sigurt te sistemi ligjor. Prandaj kam shumë shpresë që spaku dhe kjo nënë e mrekullueshme mund të hedhë në dritë. Unë do të vazhdoj të kem interes për këtë çështje dhe me të vërtet do të doja të shkruaja për ta, nëse gjen zgjidhje. Sepse në fakt çfarë po ndodh nuk është më lajm në shtypin ndërkombëtar, ndërsa në rast se diçka ndodh, ju do shkruani për të. Yes, I think I would Po, be interested in doing that. mendoj se do të isha interesuar ta bëja këtë. Ndoshta kjo vjen nga fëmijëria ime, sepse unë kam lindur në Kanada, por jetoj në Amerikë dhe e di se si ndihen këto vende të vogla, ku nuk merr kurrë vëmendjen e dur, siç ndodh me ju. Dhe kjo është e padrejtë, sepse jeta e shqiptarëve është po aq e vlefshme sa çdo qenie tjetër njerëzore. Pra, po mbetemi interesuar për historinë. Ende mendoj se Shqipëria është një vend i bukur i populluar nga njerëz të bukur. Kam kaluar shumë mirë kur kam qenë atje, edhe pse ka pasur luftë dhe nuk kam gjë tjetër veç urimeve më të mira dhe interesim të vazhdueshëm për zhvillimet e vendit tuaj. Ju nuk keni qenë më në Shqipëri, qysh nga lufta. Nuk na keni parë më në paqe. I have not and I would love to Jo, come back. nuk kam qenë dhe do doja të kthesha. Kur shikoj tani, mendoj se 20 vite më parë, duhet kisha bler një copë toke në plazhin e Durrësit dhe do shkoja atje gjatë gjithë kohës, sepse dukej kaq i bukur. Jeni në kohë? But yeah, I mean I really Në atë kohë isha i ri dhe beqar, tani jo më. Albania and I had very much a fun time. Në fakt, po bëj vetëm një ndalesë në këto aktualitetin. Ju e ndiqni është në shtypin amerikan, atë që në shtypin shqiptar është çështja e ditës tani,
Çështja Charlie McGonigal, çështja numër 1 në Shqipëri. E keni ndjekur? Very, very, very closely. Po e ndjek me shumë vëmendje dhe mbasi do të jetë projekti im i radhës, edhe pse nuk e di se si do të përfundoj. Por duket qartë se oficeri i FBI, që ka bërë diçka të palishme, fakti që përfshin shqiptarët, që me sa duket paguajnë rushfete, nuk është befasuese. Por fakti që një ish agent i FBI asociohet me një ngjarje të tillë është çmenduri. Unë sapo mbarova së shkruari një libër dhe skenarin e filmin mbi atë libër, që ka të bëjë me sportet, si basketbolli dhe futbolli, në kolegjet amerikane. Unë nuk jam një adhurues i sporteve të kolegjeve, por është historia e një mashtrimi, ku një agent i FBI u infiltrua për disa vite dhe regjistroi duke zbuluar korrupsionin e madh në sportet e kolegjit. Por ajo që është interesante është fakti që FBI e hodhi në kosh atë çështje, kështu që i njoh shumë mirë dështimet e zyrës së New Yorkut, në veçanti të FBI-s, dhe mendoj se ajo që do dalë në paj janë problemet serioze, veçanërisht me zyrën e FBI-s në New York. Unë kam shkruar për policët në New York dhe për rreth New York, për rreth 25 vjet, dhe nuk më habit fakti që McGonigal ka menduar se mund të shpëtonte. Një nga shenjat dalluese të njerëzve që futen te lashe është se ata mendojnë se të gjithë të tjerët janë budallej, por më pas del se ata janë budallejnë të vërtet. Vërtet, ishte dashura? Ishte problemi, ajo e nxori zbuluar Charlin? It sure looks like it. It sure looks like it, doesn't it? I mean, ajo duket të jetë një figurë mjaft e pazakon në vetvete. Më duket se ajo po jeton në shtëpinë e Rudy Giuliani, që ndoshta nuk është vendi më i mirë në botë ku mund të varësh shpresat. Sepse zoti Giuliano tani po jeton në botën e tij të fantazisë. I është mbyllur zyra e avokatisë, reputacioni i tij është shkatruar. Nuk e di pse ajo grua dëshiron ta shkatrojë atë, por me sa duket ka folur se i ka telefonuar gruajës së tij gjithkohës, dhe se ishte shumë e zemëruar që e kishte ndarë. Por kështu dalin këto gjëra, apo jo? Ka gjithmonë një pjesë njerëzore në çdo histori, por ajo që mendoj se zoti McGonigal ka bërë disa gjykime vërtet të dobta. A dënohet për çështje të tilla? Ka një dënim të rënd apo akoma nuk është e qartë se çfarë ka bërë ai, sepse ne merremi shumë me pjesën shqiptare, agjentët shqiptarë që i dhanë atë lek. Nuk dim pjesën tjetër, çfarë ka ndodhur. oh yeah, no, he is a very high level of Po, jeopardy. ai është një nivel shumë i lartë rreziku. Nëse ai ka marrë para nga aktorë të huaj, pa i raportuar ato si agent i FBI-s, madje edhe si agent i FBI-s pranë në pension, ka ligje shumë serioze federale kundër kësaj. Por përsëri, mënyra se si funksionojnë këto hetime Shtetet e Bashkuara zgjat shumë. Shpesh ndodh që hetohen edhe shumë njerëz të tjerë dhe një ose më shumë prej tyre do të fillojë t'i tregojë qeverisë se çfarë ka ndodhur në të vërtetë dhe në atë mënyrë ka për dalë vërteta, për t'u rikthyer te gërdeci. Pikërisht kjo është ajo gjëja që mendoj se duhet bëj SPAK. Pra të gjej njerëzit që thonë të vërtetën për atë çfarë ka ndodhur. Sa i takon zotit McGonigal, mendoj se është vetëm në fillimet e hetimit, por mund të ketë shumë rrezik për të. Do ta ndjek me shumë kujdes. Po për sa i përket Ramës, na keni ndeshur në shtypin amerikane apo diçka tjetër që nuk shkruhet për kontaktet e tij me McGonigal? Dhe për çfarë mund t'i duhej ai? Për çfarë mund t'i duhej ai? Për shembull, a mund ndikonte ai për të shpallur non grata kundërshtar të tij politik? Oh boy. I have seen it. E kam parë lidhjen e kryeministit të Shqipërisë, të përmendur në shtypin amerikan. Nuk është faqur aq sa ta kuptoja qartë se cilat mund të ketë qenë motivet e zotit Rama. Por nëse ai asociohet me një agent të FBI-s për para që paguajnë në emër të tij, kjo është një shenjë se sistemi politik shqiptar ka nevojë për reformim. Është vështirë të shihet se si mund të ndodhë kjo gjë nëse vendet e tjera nuk marrin vërtet përgjegjësi për veprimet e tyre të këqija në Shqipëri. Sepse në këtë rast do të ishte një zyrtar amerikan që ka marrë para nga një shqiptar, gjë që duhet të ketë pasoja në të dy anët e oqeanit. Nuk e di se çfarë do të ndodhë, nëse kryeministri Rama do të paguajë ndonjë çmim politik apo do të ketë ndonjë rrezik ligjor. Nuk e di. Unë nuk e kam parë atë të përmendur. Nuk është përmendur, sepse në fakt opozita këtu, zoti Berisha është përsëri ana tjetër e opozitës, po flet shumë për këtë fakt. Po kërkon dorëheqjen e Ramës dhe po kërkon të ketë menjëherë revolucion në Shqipëri për shkak të lidhjeve të tij në Amerikë. Gjë që ende nuk dim çfarë lidhje ka pasur dhe ai ka dhënë ai këto lek që Rama se pranon. Yeah, well, I'm not surprised that it seems like Po, nuk jam i surprizuar, pasi duket se politika është një sport i vështirë në Shqipëri, dhe nuk jam aq i surprizuar sepse ka shumë mosmarrëveshje në parlament. Por mendoj se kryeministri Rama
i cili erdhi në pushtet, siç e kam kuptuar, duke premtuar se do të përmirësonte vërtet korrupsionin në Shqipëri. Nga ajo çfarë la administrata e mbarshme, nuk do të portretizohet në këndvështrim më pozitiv. Korrupsioni është pjesë e gjendjes njerëzore. Atë mund ta hasësh kudo dhe është i përhershëm. Nuk po pretendoj që Shqipëria një ditë do të kthehet në model të virtytit, por të zhgënjehet si në rastin e djalit 7 vjeçar në Gërdec. Ky është një tjetër nivel. Unë nuk di shumë për zotin Rama, përveç asaj që thash, që mendoj se ai po premton se do të jetë më i disponueshëm dhe i ndershëm në këtë çështje. Në librin tim, Rudina, kam një pjesë ku përmend se në sportet e kolegjeve ka një gjuhë sekrete se si t'i japësh rrushfet dikujt tjetër. Unë e kam shkruar shqip këtë fjalë në libër. Nga që gjithmonë më ka pëlqyer se si thuaj në shqip korrupsion. Korrupsioni është një tjetër fjalë që unë di në shqip. Në fakt, gjërat jeta kalon, bën të vetën, por ju gjithkohës përdorni si refren frazën "te ke një fëmijë 7 vjeçar". Nuk është paradoksale që njeriu që kërkon të rrëzojë Ramën për korrupsion është njeriu që ishte kryeministër kur në këtë vend u vranë 26 njerëz, mes të cilëve edhe ky fëmijë. What's amazing to me about Ajo që është e habitshme për mua sa i takon Gërdec, është se politikanët në një reputacion politik të njollosur pas kësaj tragjedie, u solën sikur ishin ata viktima dhe jo fëmijët, jo familjet, jo vendi. Kjo për mua është me të vërtetë të tmerrshme, sepse ata nuk ishin viktimat, por djali 7 vjeçar dhe ama ishin viktimat e asaj tragjedie. Sistemi i drejtësisë ishte viktima e kësaj. Populli shqiptar, që nuk ka zyrtar të cilët vendosin interesin e popullit në vend parë. Ata janë viktimat e vërteta të kësaj. Jo dikush që pretendon se reputacioni i tij është njollosur në mënyrë të padrejtë. Unë shpresoj që Shqipëria të ketë mundësi të nxjerrë në dritë gjithçka që ndodhi atje. Unë e di është mundësia për të bërë diçka të mirë për atë shoqëri nëse kjo ndodh. Prandaj, kjo është shpresa ime më e madhe. That's my great hope. Ndërkohë, ne japim këtë intervistë tani dhe kam përshtypjen që së shpejti do të ketë një vendim për Gërdecin, pak më kështu po thuhet në qarqet mediatike, por mos harrojmë, akuza për cilën është akuza zyrtare për ish-ministrin e mbrojtjes është shpërdorim detyre, që do të thotë që në fund të kësaj çështje me siguri do të kemi një dënim qoftë edhe me burg, por të vogël për një njeri që shpërdoroi detyrën, pra çështja administrative do të jetë kjo. Dhe kaq. Nuk duket të ketë gjasa që të ketë përfshirje mbi Fatmir Mediun, dhe këtu flas për zotin Berisha, apo dhe për djalin e tij për cilin nuk ka prova. Ideja është që nuk ka prova që ai ishte i përfshirë. Well, I think that a justice system that only goes partially to the Mendoj se sistemi i drejtësisë, i cili ecën pjesërisht drejt së vërtetës, është një problem global. Kjo po shihet edhe në Amerikë tani me hetimet për tradhzirat e 6 janarit, me turmën që u përpoq të zaptoj Kongresin. Pra, nga kjo nuk ka imunitet as vendet e tjera. Ti përgjigjesh pyetjeve politike, është në fundit çështje politike. Nuk e di si ndryshe të ndihmoj vendin, pasi unë nuk kam fuqi investigative të SPAK-ut. Dhe e di që sistemi ligjor në Shqipëri është shumë i ndryshëm nga ai në Amerikë. Shpresoj të mbahet përgjegjësi deri në hallkat më të larta. Ajo çfarë është e mrekullueshme është që shteti që mbështeti thirrjen e asaj nëne dhe shoqëria po shikon sërish fakte duke kujtuar dhe duke kuptuar humbjet që u shkaktuan njerëzve të pafajshëm. I hope there will be accountability all the way up. Duke ikur përsëri nga SPAK-u, le të themi që ne nuk e dim çfarë do bërë drejtësia. Unë dua opinionin tuaj personal, përveç investigimit tuaj, ju patët edhe një gjyq me Berisha Junior, e quani ju Shkëlzen Berishën, i cili u investua që t'u hidhte në gjyq për prekje të imazhit apo për mashtrim, sepse ai kur nuk pranoi që u takua me çunat, siç e përshkruani ju në libër. Mbas këtij gjyqi, mbas një kohe të gjatë, cili është mendimi juaj për përfshirjen e Shkëlzen Berishës dhe vetë Sali Berishës në këtë histori? I stand by what I reported in the book. Unë i qëndroj besnik asaj që kam shkruar në libër. Në libër persona relevant që kanë qenë të përfshirë në historinë e armëve të Gërdecit. Kanë thënë se janë takuar me Berisha Junior, gjë që ai e mohon të kenë dot. Duket se ka një sasi të konsiderueshme prova, se kishte njerëz që përfitonin personalisht nga shitja e asaj sasie të municioneve.
Kishte para të dërguara në llogaritë bankare në Kipër, që thjesht u zhduk. Ishte një tregtar armës zviceriane që u zhduk pa lëngjur. Pra kishte shumë gjëra që ndodhen në atë kohë apo në atë botë, që nuk zbulohen kurrë. Dije se libri im shkoi aq larg sa dikush nuk ka shkuar ndonjëherë, sa i takon botës së tregtisë së armëve. Nuk e di sa është penguar drejtësia. Nga fakti që pas gjithë këtyre viteve, ende familja Berisha po mohon këto gjë. Edhe pse nuk e di sa besojnë ata në Shqipëri. Unë i qëndroj besnik librit tim dhe besoj se sistemi gjyqësor amerikan e përkrau shumë të vërtetën e librit tim, gjithashtu. Po të lexosh vendimet e gjykatave në Shtetet e Bashkuara, në gjyqin tim me Berisha Junior. Ato nuk u shqetësuan nga ideja nëse zoti Berisha Junior ishte në përkëmbur duke u akuzuar për korrupsion. Nuk kishte vlerë, asnjë simpati për të në këtë këndvështrim. Në Amerikë nuk ndodhi asgjë, përveç hetimit plot dhe të drejtë. Këtë do të m'pëlqente ta shija, të ndodhte edhe te ju. Por edhe unë jetoj në botë reale, siç thoni ju. Dhe ne duhet vetëm të presim. Përsëri përgëzoj nënën dhe pikëllohem për fëmijët që humbën jetën. Keni ju dokumenta ose dëshirë që t'i bashkoheni si dëshmitar drejtësisë shqiptare, apo kjo është një çështje tërësisht shqiptare, ju e keni bërë punën tuaj dhe është larg jush tani? Well, I'm talking to you now, and I would be. E po ja, tani jam duke folur me ju. Pra nuk do ta kisha as pak problem të flisja edhe për SPAK, nëse kjo është ajo çfarë ka nevojë. Unë mendoj se njerëzit më të përshtatshëm për të dëshmuar janë për shembull Luan Hoxha, që përmenda më parë, i cili është në mërgim në Amerikë. Mendoj se do të ishte shumë e dobishme që ambasadori amerikan që shërbeu në vitin 2008, së bashku me atasheun ushtarak, të vinin të përgjigjeshin. Mendoj se ata mund të flasin sinqerisht për atë që ndodhi në ato ditë dhe javë. Gjithashtu, mendoj se do të ishte shumë interesant të kishim zotin Efraim Diveroli, i cili ishte një nga çunat, një nga tregtarët e armëve, që ishte në Tiranë dhe që u regjistrua në telefonat nga një zotëri i quajtur Kosta Trebicka, i cili më pas vdiq në rrethana shumë misteriose. Nuk do t'hyj në të gjitha detajet e librit, por duhet të pyesni veten, si arriti një djalë 19 vjeçar nga Miami të shpik një histori për djalin e ish kryeministit të Shqipërisë, të shpik një takim me të, nëse nuk e ka takuar kurrë. Si mund të shpik Efraim Diveroli diçka pa ndodhur në të vërtetë? Këtë nuk di ta them, por do të isha i lumtur të ndihmoja dhe mendoj se ata do të bënin mirë të lexonin librin tim. Dhe nëse duan pyetje të mëtejshme, do të isha i lumtur të ndihmoja aq sa mundem. Por përsëri mendoj se ka njerëz të tjerë që duhet të flasin. E di që ka pasur dëshmitar në Gërdec, që kanë parë njerëzit që vinin e shkonin. Nëse duan më pyesin se cilët janë ata njerëz, unë mund të përdor emrat e tyre. Çfarë shpresoj nga SPAK-u është që të jetë duke bërë gjithçka që të mundet dhe të arrijë tek e vërteta sa më shpejt. Do doja të në fund diçka lidhje me librin tuaj të ri atëre, Gi. Kur do jetë libri juaj i ri? Kur do jetë në dorë të publikut amerikan? Unë sa kam përfunduar së shkruari edhe George Clooney bleu të drejtat e filmit. Kjo është e mrekullueshme. Oh, pas kemi lajme të mira. Yeah, the book is called Hot Dog Money. Dhe libri quhet Hot Dog Money dhe ka të bëjë me para, cilët njerëzit i përdorin në ndeshje për trajnerët dhe lojtarët. Edhe aty ku nuk duhet ketë të bëj fare lek. Ishte një libër interesant. E ndërsa, tani kam nisur librin tim të radhës që lidhet me korrupsionin brenda në Pentagon. Ka lidhje me një histori të veçantë kjo në Pentagon? Ka lidhje me një histori të veçantë? Libri i radhës? Well, the person who. Personi me cilin po flas është në burg dhe nuk ka folur për persona të tjerë më parë. Por nuk mund të them se kush është pasi mund të përpiqet dikush të ma marrë dhe është ende pak sekret derisa ta mbaroj. Por di të them se është një histori vërtet dramatike dhe interesante, e cila shkon në nivelet më të larta të Pentagonit. Pas kemi të reja shumë të rëndësishme nga ty, Gi. Do me thënë, tani jeta juaj është me libra, jo më në shkrime në gazeta. Nuk është më koha për New York Times apo Rolling Stones? Si është tani? So the magazine business in America. Biznesi i revistave në SBA nuk po shkon mirë. Shumë media të shkruara po zvoglohen dhe nuk po bëjmë raportime, për cilat duheshin muaj ose vite. Unë po ndihem më mirë me librin tani që jam duke punuar vetëm, pasi jam më i pavarur. Ende shkruaj për The New York Times dhe ndonjëherë për Rolling Stones, për GQ Magazine. Por kjo po vjen duke u tkurr dhe unë do shkoj atje ku më tërheqin historitë. Po libri më jep kënaqësi dhe ata të japin mundësinë që të thellohem në historitë e mia. Faleminderit shumë për këtë intervistë. How do you say? Dua të di si i thonë në shqip my pleasure. My pleasure. Kënaqësi. Unë ju ndjek edhe në Instagram dhe postimet tua janë shumë të këndshme. Yes. Tani është koha që ne jemi në Instagram, në TikTok, nuk jemi më në media. Në media të... Kështu e shoh në Shqipëri, përmes Instagramit tuaj. Your Instagram. Faleminderit shumë, edhe një herë. Shumë kënaqësi që ju pranuat të intervistë. Unë e di që ju keni folur për këtë çështje bashkë dhe kemi folur përsëri bashkë. E di që nuk ka ndikim
nuk ka rëndësi tani në shtypin ndërkombëtar, gjërat ikin, po ju pranuat të flisnit për atë fëmijë, 7 vjeçar, për Erin. Kështu që faleminderit. And for you, and until we meet again, thank you, and it's been a pleasure. Faleminderit. Miropafshim ki. Pafshim. Ishim në këtë intervistë me New Yorkun, ishte Guy Lawson, është gazetar i rëndësishëm e investigativ, një emër i rëndësishëm në shtypin e rëndësishëm amerikan, në revistat e rëndësishme, në mediat e rëndësishme, tani më prej kohësh edhe i dedikuar letërsisë të mbështetur në gazetari investigative. Nuk është era e parë që ai flet për Gërdecin, por është një moment i ri për Gërdecin dhe ai u ofrua me provat që ai ka për Gërdecin, një çështje e rëndësishme, jo vetëm politikisht, siç thot ai, jo vetëm historikisht, jo vetëm materialisht, jo vetëm juridikisht, por njerëzisht. Në emër të njeriut, foli sot gazetari i famshëm amerikan. Faleminderit.